vlog. Unë jam Romi dhe do kalojmë bashkë disa ditë. Jemi drejtuar drejt malit të zi. Kam rezervuar një apartament për 3 net për të kaluar këtë fundjavën e gjatë që kam pushim finally ca ditë off. Por kam rezervuar një apartament që kishte shumë pak review sepse ishte i ri. A do dështoj apo jo me rezervimin? Do ta zbulojmë bashkë, ndërkohë që Baton e ka zënë gjumi. Zuri më një herë se është ora 11:30 dhe është orari i çerdhes. Thash ty Hekri tha kam pak uri dhe thash ok, do nxjerr disa snack që kam marrë te Rosmani dhe thash pse mos t'ju tregoj dhe juve çfarë kam marrë te Rosmani si snack. E parë është tërshëra për botolino. Ju kam thënë që jam duke përdorur këtë të riun që ka dalë, që është pak më egzotike me banane, me mango dhe këtu s'po më vjen emri. Manaferrat kuqe. Po, manaferrat kuqe. Se s'po më vinte emri. Manaferrat kuqe i them. Manat janë tjera. Kam marrë një snack për mua dhe Hekrin. Kam marrë këto të treja që janë si tip çokolatash, po si janë çokolata. Dhe janë me mjalt, me qershi, me boronicë të kuqe dhe me fruta të thata, pra kombinime të ndryshme. Këto i kam marrë dhe njëri tjetër dhe janë shumë të mira. Kam marrë boronica të kuqe, të thata, sepse Bato i ka shumë qef. I provoj një ditë që shkuam të takonim Dean, shoqen time, dhe që aty i adhuron dhe i mbaj me vete që t'i kem kur. Kam marrë këto Batos me ofertë. Janë si tip ëmbëlsirash me tryde boronicë zellës, miell orizi, qershi. Nuk ka sheqer të shtuar, është bërë nga sheqeri frutave, domethënë nuk ka sheqer të shtuar. Ishte dhe në ofertë, thash ok, t'ja marr, t'ja provoj. Me që jemi me pushime të miksit për mua dhe Hekri, miks egzotik. Mjedër është. Mjedër, bravo. Kam marrë të miksin egzotik që ka brenda, e ktheva mbrapsht, ka brenda mango, banane, ka këto arrat braziliane dhe kokos, dhe unë i kam shumë qef këto mikset kështu tropikale. Ushqim për rion, disa ushqime, mora këto, i provoni, unë dhe Hekri, snack për rion, sepse nuk kemi vetëm ne snack. Nga këto disa që ti kemi me vete gjatë këtyre 3-4 ditëve që të qëndrojmë këtej, në mënyrë që kur e kap dalga e ushqimit, ti kemi diçka me vete, përveç këtyre kam marrë banane dhe përveç këtyre kam marrë disa gjellëra të përgatitura për Baton që i kam futur në një çantë termike. Ushqimi në Malinezi nuk është se është ndër më të mirët, them drejtën, prandaj preferova të bëja këtë zgjidhje. E veçanta e këtij udhëtimi këtë herë është se kemi marrë edhe rion edhe Baton, pra do jetë pushimi i parë i rios dhe i Batos bashk dhe do shohim se a do jetë e vështirë menaxhimi, si do jetë situata, do e kuptojmë. Le të themi që është pak një sfidë këtë herë, por shpresojmë që të shkojë sa më mirë dhe Rio të sillet një si zotëri siç është, po mos na lë nam. Kur zgjodha apartamentin në Booking, zgjodha një apartament pet friendly. Pasi rezervova, pastaj shkruajta një mesazh menaxhuesit të apartamentit, se besoj se janë disa apartamente, dhe e lajmërova që do kemi dhe një qenush me racën e Rios, Rio është një Maltipoo, dhe me peshën që Rio është diku tek 8 kg, sepse nuk është nga ato maltezat e vegjël, por nuk është as qenë i madh. Dhe ato nuk e kishin problem fare, por në rastet kur merrja një qenush me vete, duhet të pagoj ekstra për pastrimin dhe ekstra ishte 10 euro nata. Tani, apartamentin e kam gjetur shumë lirë, e kam gjetur 2 kilometra nga Budva, nga qyteti i vjetër i Budvës, dhe është mund tek plazhi Biçiç, në mënyrë që ta kemi të lehtë që të zbresim mëngjes, që Rio dhe Bato të luajnë në det dhe kështu me radhë. Dhe apartamenti ishte modern, më duk shumë i pastër, dhe përveç kësaj kishte edhe pishinë dhe
kishte sauna, po nuk besoj se ne do i shfrytëzojmë, por thjesht po ju tregoj pak a shumë. Sepse realisht çmimi ishte shumë i vogël, për të gjithë këto gjërat për 3 net kushtonte 105 euro. Dhe përveç këtyre lekëve do paguajmë pastaj 10 euro natën për pastrimin ekstra që bëhet në rastin e Rios, dhe i thashë nuk është problem, por që unë po ja u them pa pjesën e Rios se shumica nuk është se kanë qenusha, besoj, nuk e di, më thoni nëse keni kafsh, mace, qenush, qenë më të mëdhenj të tjerë, elefant, o kam goditur, o kam dështuar dhe do t'ju tregoj si do shkoj kjo fundjava që do jetë pak më low cost në krahasim me fundjavën që kemi kaluar në Kollajashin, perché isha gati duke folur italisht. Shkon për skim, skimi është një sport që kushton realisht në krahasim me pushimet që mund bëni të tjera, sepse locationi, skipaset, veshjet e kështu me radhë. Të shohim tani. Jemi këtu tek dogana, më në fund kishte shumë rrallë dhe faktikisht dogana nuk na pyetën shumë për baton, për Rio. Tani po vjen, më fal, tani. Dhe Hekri ka shkuar të bëj siguracionin që duhet këtu për 2 javë, që kushton 15 euro. Na pyetën thjesht për Rio, na ka dokumentacion, po nuk është se na i kërkuan dhe mendonim që do na bënin shumë probleme, po si këtu, si në Maqedoni nuk është se na kanë bërë probleme fare për sa i përket Rios, dhe pavarësisht se ne shkojmë te veti dhe ja sistemuam të gjitha dokumentacionet, por duhet të bëjmë aplikimin për pasaportën europiane, që edhe në rast se duam të shkojmë një në Greqi dhe ta marrim Rion me vete, të jemi në rregull. Situata, njëri bato, njëri Rion. Sa po më bëritëm, godina është e re, do t'ju tregoj për pak jashtë, tani po futemi të shohim brenda. Okej, t'ju tregoj tani gjithë apartamentin se patëm një moment krize me baton që u zgjua. Atëherë, këtu është hyrja dhe është kjo kuzhina e re, çdo gjë është e re me sa shoh këtu. Kjo është çanta ime, salloni. Na kam vendosur një krevat për baton, për që bato s'përdor. Dhe televizori. Pastaj hym tek dhoma. Edhe këtu ka një televizor, ke pamje nga anash. Dhe pastaj sërish këtu banjoja. Tadan! Do t'ju tregoj dhe balkonin. Ja, dhe këtu balkoni. Dhe pamja e detit. Tani, apartamenti që kam parë në booking kishte pamje ballore të detit, po kam përshtypjen që këtu kanë disa apartamente që menaxhojnë dhe ne na qelloi ky. Bato po eksploron. Dhe aty besoj duhet të jetë qendra historike. Si ju tregova, bato po sheh nga poshtë, nga xhami. Masha, macja! Dhe si po ju tregoja, besoj që kanë disa apartamente dhe unë kam parë një që kishte direkt pamje ballore në det. Kjo ka pamje anësore, megjithatë është një lagje shumë e qetë. Dua të shoh realisht se sa larg është deti në këmbë dhe mendoj që është një zgjidhje për familje. Domethënë kush kërkon qetësi, kush ka fëmijë, kush është familjar dhe nuk don shumë rrëmuj, kjo është okay, sepse keni edhe parkim me një herë poshtë. Por do t'ju tregoj tani mes këtyre ditëve se si është tamam, a ja vlen apo jo. Deri tani për çmimin është shumë okay, domethënë gati 35 euro nata, pak ka shumë, po, domethënë është shumë lirë. Mario, po eksploron? Rio dhe Bato po mundohen të eksplorojnë në apartamentin dhe po luajnë. Duket se po ju pëlqen shumë. Ndërkohë unë po mundosha të vija pak muzikë. Gjithashtu hosti që menaxhon këtë më ka shkruar tu që mbrëm duke më dhënë të gjitha informacionet dhe deri tani duket çdo gjë okay, por siç e thash do t'ju them më shumë edhe për zonën. Unë po thoja që ishte kjo këtu pas ka qenë lavatriçja. Dhe fshesa me korrent. Okej, ndërkohë që sistemova pak gjithë çantat, çfarë kishim, çfarë nuk kishim. Hekri shkoj deri te marketi këtu poshtë, që marrë nga 2-3 gjëra që do na duhen. Dhe ishim duke komentuar me Hekrin që
Apartamenti ka gjërat e reja, por mungojnë për shumë abazhurat, perde, tapetët, është pak si i zhveshur, po thoshte Ekri, po unë i thash që më mirë se më pak dëme nga Batu dhe Rio. Rio në punën e vetrim, po Batu që fillon pastaj, ja, tani po mundohet futet te kontra bufeja e televizorit. Ha, si ishte eksperiencat e marketit? Madhe ishte dhe çmimet shumë atje. Ja erdi Hekri, shohim se çfarë na ka marrë. Okej, do na i tregosh ti apo ti tregoj unë? Okej, fillojmë me këtë, bukën për tost. Edhe kjo bukë është? Po këto janë si panini. Okej, prosciutto. Vazhdojmë me tjetër, okej. Pastaj? Me 2 bukën. Okej, këtë që kam me specat pjekur. Kajmak. Okej. Një mora kam jetë. Pate. Salqiqe, okej. Djath. Pas ke bë pazar për një muaj, për shaka. Dhe Kurioziteti me to. majonez. Çfarë Çfarë janë këto? Shumë të bëj promocion me këto aty. Po blenin gjithë. Byrek e pas ka dhe emrin tradicional me mish. Jogurt. Okej. Kola. Po ai vaj në këtë zgjesh. Okej. Ne se përdorim herë këtë po zgjesha. Okej. Ky pazari ka kushtuar 35 euro. Që kërës... Shtypje, në Kosovë ka vaj 3 euro ca vaj. Njëra 15 ishte. Ka vaj 3 euro ky thot në Kosovë. Dy gjë se kemi kohë që s'bëjmë pazar në Kosovë. Vetëm se kryesisht i morëm disa gjëra për mëngjes që ti kemi ose për ndonjë snack. Unë për Batun kam marrë me disa gjëra të përgatitura, por që ja, shtu. Se ja ndërpreva Hekrit, se tha Hekri do provojmë dhe disa gjëra pak në lokale, ndoshta i pa s'ka piketuar. E dini gjithmonë që po s'provuam street food me Hekrin këtu, kërkimet e burgerave dhe mishrave vazhdojnë, domethënë. Por siç ju thash tu nuk është se është ushqimi the best. Dolëm, po këtu sipër që ka një erë sot, pas dhe një market direkt te hoteli, dhe tha Hekri nuk e pashto, se ndryshe s'kisha marrë makinën, s'kisha shkuar. Dhe ja ku është hoteli, apartamenti dhe rruga që po zbresim direkt poshtë. Hekri tha që ka shumë plazhe këtu ku është hyrje, domethënë. Let's see. Dhe pse u vënuam pak sot, dhe siç po them ka një erë këtu sipër. Sa po zbritëm, pushoj era dhe ftoti. Jemi paralel me resortin Splendid, që kemi qenë duke njerë nuk e di, nuk e mbajmë në mirë se kush është ndjekës i vjetër, e din që kemi ardhur dhe në Peras, në Kotor, janë disa vlogje shumë të bukura kur kam hequr tiroidën përpara se pastaj të bëheshim me fëmijë. Mund të shihni edhe ato, por që këtu nuk para vinim në Budva për shkak të se kishte shumë turista, shumë ndërtesa, shumë gjëra. Por tani jashtë sezonit na u duk më i përshtatshëm se ka pak lëvizje dhe duke qenë se nuk jemi për plazh, po jemi thjesht për një të kaluar një fundjavë pak ndryshe. Ky është plazhi, 5 minuta nga hoteli, apartamenti. Ja. Si duket komplet. Edhe pse tani u bë natë dhe pak duket, u erësua shumë shpejt. Unë me idenë sikur do erësohi në 9, imagjino. Nga Budva, jam kështu si e çmendur, por ndërkohë që Bato luante në për shtëpi kam filluar që të bëhem gati që herët dhe në këtë mënyrë të shfrytëzojmë ditën dhe mos të rri unë duke bërë gati se jo do bëj ndonjë video, ndonjë foto dhe kem një pamje pak më
të lezetshme. Mendoj që sa më shpejt bëhem gati, aq më mirë është, sepse pastaj duhet merr me baton, me hekrin, me rion, me gjithë. Edhe s'kam kohë fare dhe në fund fare dal pa u lyer, pa u veshur, e dini vetë ju si dalim shumë për ditëshmëri. Akoma se kam mbaruar make-upin, kam lyer vetëm pjesën e syve pa bërë qërpikët, por pastaj do bëj edhe pjesën e fytyrës. Megjithatë, kam vendosur bigudinat, i kem pak flokët pak më bouncy sot, më volum, edhe pse shpresoj mos ketë erë, se dje ka qenë aq shumë erë këtu, ju e dini, sa që patun e kam nga mbrapa. Do t'ju tregoj se çfarë do t'i vesh sot. I kam përgatitur dhe backpackun aty, i kam përgatitur dhe çantën që marrim me lodra, me gjëra, do t'ja tregoj pastaj pak nga pak. Po mendojmë të shkojmë të kalojmë ditën në Kotor sot, ndoshta edhe në Perast, por fillimisht do dalim një herë në plazh këtu, do nxjerrim Rion, në mënyrë që pastaj Rio të vazhdojë me gjumin, me rutinën e vet, se zakonisht Rio nga mëngjesi në drek flen gjum, e ka kështu rutinë, dhe ne të shfrytëzojmë këtë për të shkuar pastaj në Kotor. Por fillimisht i thash që do t'i nxjerrim në plazh këtu afër, është ora 8 mëngjesit, ne jemi çuar që në 4, imagjinoni. Unë ndërkohë kam ca gunga, sepse më ka ardhur cikli. Sa herë udhtojmë vjen ndonjë gjë. Se po isha kapo, pse zgjedhim ditët më kështu? Kam qenë shumë e kputur, shumë e kputur, e lodhur. Kam shkuar në palestër 3 herë këtë javë, për cilën jam proud për veten. Bravo Romina, do të shkoj kështu sërish. Dhe gjithashtu jam kujdesur shumë për ushqimin këtë javë. Prandaj, e thënë kjo, jemi çuar në 4 edhe sot edhe dje, dhe jam, nuk e di, na 3-4 ditë që nuk po flie fare mirë, sepse Batos kam përshtypje po i del një dhëmball, përveç kësaj i ka dalë dhëmbi qenit, i ka dhe dhëmbi këtu i fundit i qenit, dhe pjesa përpara pastaj do i dalë i gjitha. Tani kanë ngel vetëm disa dhëmballa. Po Bato, tani do t'ju tregoj pak se çfarë do t'i veshim Batolinos. Kalova pak tek dhoma e gjumit, se ja hekurosa rrobat, se ishin pak rrollosur në valizhe. Ke marrë me një valizhe të 3, por që duke që se unë kam marrë pak rroba, pak si shumë këtë herë, valizhes ishte shtypur të gjitha, dhe do t'i veshim këtë t-shirtin, kjo është pambuk dhe është pak i trash, e bleva para 2 javësh tek Zara dhe kushtonte diku tek 7 euro. Kishte edhe ngjyra të tjera, por për masën e Batos kishte ngelur vetëm kjo ngjyra. Si gjithmonë, nuk e di, kur shkoj në dyqane nuk gjej asnjëherë për Baton, flas te Zara ose te këto, asnjëherë masën e Batos, dhe gjej gjithmonë pak për djem. Do t'i veshim dhe këto jeanset, balloon, sërish nga Zara, Bato Total Look Zara. Këto çorape të gjata, dhe këtë që ja kem pas marrë në Milano, në Kamosh, dhe sipër do i marr dhe xhupin, sepse nuk e di realisht se sa erë do ketë. Më pasi kam marrë edhe disa ndrime, një set kostumit të zi, një hoodie tjetër të zi në rast se është pak vab dhe nuk do t'i vesh xhupin, por ja u tregoj pastaj rrugës se është më komode. Gjithashtu do t'i lajm edhe dhëmbët. Sot i kam marrë një shihet tjetër nga Jack and Jill, kam marrë banana, dhe për dhëmb i kam marrë këtë furçën që është silikoni, por që lan dhëmbët sipër dhe poshtë në të njëjtën kohë dhe është praktike. Si ja bën kështu, kur fëmia nuk ka shumë dëshirë të laj dhëmbët, ose ke dëshirë që t'ja lash ti dhe sipër dhe poshtë mirë, unë ja përdor edhe këto ndonjëherë. Kam përsitur disa produkte të reja nga Lancome dhe me si nxora këto. Ua, i nxora Baton, Rion, hekrin, tani do dalë dhe vetë. Dhe po du të bëhem gati, thash dilni, që të paktën të regjistroj vlog, të bëj video rehat se më çmenët. O zot, do më thonë, mëngjeset janë shumë kaotike, por do të tregoj këto 3 produkte të reja nga Lancome që përsitat e ka Nice Cosmetic. Kjo që është një tinted, nuk është shumë foundation, më shumë ka mbulim të lehtë, por në të njëjtën kohë ka acid hialuronik, hidraton, vitamin E, jep shkëlqim lëkurës, e hidraton, pra dhe nuk është se mbulon shumë, pra jep vetëm një si tip ngjyre të lehtë, dhe ndërkohë nëse ti ke dëshirë ta bësh më mbuluese, e aplikon më shpesh. Ky është një produkt buildable, që do të thotë që aplikove një herë, nëse do më shumë mbulim aplikon dhe një herë tjetër, dhe thonë që duron deri në 24 orë, do ta testojmë bashkë. Kam marrë këtë maskarën. Maskarat nga Lancome pëlqejnë shumë, kjo është Idol, kjo është Lash Extensions për të zgjatur qërpikët, dhe kam marrë dhe korrektorin, kjo është Serum Concealer, edhe kjo një lloj si ky produkti tjetër, kanë këto vëtit që jo vetëm
mbulojnë e bëjnë lëkurën më bukur, por edhe ushqejnë, hidratojnë e të tjerë. Ju e dini që unë nuk përdor krem pudër të mbuluese nga ato shumë të rënda, madje gjatë ditës nuk është se përdor fare, përdor më shumë concealer, por kisha shumë dëshirë ta provoja këtë, sepse më duk perfekte për rastin tim. Përpara përdorimit duhet tundur, unë kam marrë numër 26W, sepse doja që kam marrë pak më të errët, se nuk e di edhe sa kohë do qëndroj me këtë ngjyrë, duke qenë se këtu ka filluar dielli, në Shqipëri flas. Ja, është shumë e lehtë, ndoshta nuk kam nevojë as ta aplikoj me furçë, por thjesht doja ta shikoja teksturën. Po aplikoj këtu që ta shikoni. Është realisht shumë i lehtë dhe jep lëkurës si ngjyrë, sikur që ka shumë i bukur. Mbulon pak, jep glow. Është perfekte, mendoj dhe për këtë sezonin e verës, ku nuk doni po aplikoj direkt, edhe po aplikoj me dorë. E shikoni që është pak më errët ngjyra, po momentin që hapet në fytyrë, bëhet match pastaj dhe nuk duket fare. Po që ka shumë i bukur. Shumë i bukur. Parasysh është produkti perfekt, kur nuk do ta ambulosh lëkurën, por në një të kohë do ta unifikosh, t'i japësh pak glow, që të duket pak më bukur, por do duket sikur s'kemi ka fare. Shikoni? Dhe, wow, qa shkëlqimi. Unë po hap edhe këtu. Shpeshherë produktet kam qef t'i hap me duar, që më keni parë ndër vite. Dhe duket bukur. Më pëlqen shumë ky glow që mori lëkura me një herë pas aplikimit. Do përdor dhe këtë korrektorin. Këtë e mora pak më të qelet, në rast se më dilte shumë i errët. Kjo faktikisht që ka goxha, por të shohim. Tani, më keni bërë shumë pyetje për sa i përket depilimit lazer dhe kam vendosur që kur shkoj seancën tjetër, t'ju marr me vete dhe t'ju përgjigjim të gjitha pyetjeve. Gjithashtu do bëj një trajtim fytyre. Do bëj dermapen për herë të parë, edhe ky hape ka shumë bukur. Mendova se mos ishte shumë i qelët, por që ka shumë i bukur. Ja shikojni këtu. Siç po ju thoja, do bëj një trajtim dermapen me mezoterapi dhe aty do t'ju tregoj pak se si do shkoj. Do ta bëj pak për këto shenjat e vogla që më ka ngelur në lëkurë nga shtatzania, po jo gjithënja. Jo koha që s'kam patur, jo më thash, e ke parasysh si fillon ajo gjëja edhe. Okej. Ja se po largohem pak, se aty afër reflektojnë drita dhe nuk kuptohet mirë, por wow, më pëlqej ka shumë efekti. Tani ta përfundoj make-upin dhe shohim si duket i gjithi. Dhe kam veshur këtë fundin, këtë bluzën bazike poshtë. Kam veshur pupat e Katerina Firences, do t'ja tregoj nga sipër. Flokët dolën kështu. Kam hedhur dhe parfumin e flokëve nga Ara Herbs. Tani tiki se mpresin poshtë. Sa po afrohemi pak plazhit, sërish të filloj pak era. Ishim duke diskutuar për zonën, për hekrin, dhe faktikisht zona është shumë e rehatshme nëse kërkoni të bëni vetëm plazh, këtu te plazhi Biçishit, te këto Hotel Resort Mediterranean, Hotel Resort Splendid. Domethënë, është perfekte sepse kalon rrugën dhe je më njëherë në plazh, domethënë i bëna 200 metra, po këtu je. Një gjë tjetër që po diskutonim me hekrin është që ky apartamenti që kemi është okay, por mungojnë disa detaje të vogla, si për shembull sapuni në dhomë, në banjo,
ose si që përmenda tapete, perde që fajn, sepse ne jemi me Rion dhe me Batën dhe më pak hangari, por dhe tek pjesa e enve dhe një makinë kafe. Me thënë disa gjëra të vogla që i kishim për shembull tek ai apartamentin Selanik, por që mendoj që bëjnë diferencë. Gjithashtu mund të them që ky apartament do ketë qenë i mbyllur për ca kohë, duke qenë se ka qenë dhe jo sezon, se e vura re nga shumë elemente të tjera. Zona është e mirë nëse kërkoni plazh direkt, nëse jeni me fëmijë dhe doni gjëra praktike dhe vini vetëm për plazh. Besoj që ka dhe shumë opsione të tjera, por ne kemi ardhur në mars dhe marsi që ka akoma jashtë sezonit këtu në Maltëzi, edhe pse mendoja që këtu niste pak më herët, ndryshe nga Shqipëria, por jo. Hekri ka qenë dhe një herë tjetër në këtë resort me Enon, edhe po mundohet në 2014, po mundohet të shohi. Okej. Thot që oborri pas ka qenë shumë herë më bukur, e gjelbëruar dhe ka pas më pak ndërtime, of course. Edhe këtu pash disa ndërtime afër budvës, por nuk ishte efekti kantier, siç është tani në Shqipëri, ndoshta sepse këtu ka ndodhur më përpara. Dhe gjithashtu ishin duke bërë rrugën nga Ulqini në Budva. Një pjesë të rrugës po e zgjeronin, po e rregullonin, besoj punë 2-3 javë që do ishte gati. Bata u zgjuar nga gjumi, kjo është pedonalja. E kishte zënë gjumin se sigurisht u çuqën 4 dhe pa deti dhe tha, do më pas kemi arë në plazh. Ne zakonisht të Rion, kur dalim të liçeni nuk është se e lidhim shumë, kush e ka vënë re, por që këtë herë, për mos bezisur tjerët dhe sigurisht nuk e njohim shumë zonën për të ndjekur pak edhe rregullat e kemi lidhur. Dikush sa u fut për t'u larë dhe po i thonë Hekrit sa mirë po bë. Por që ku t'i lem ne këto, Rion dhe Batën, ku? Ishim duke diskutuar me Hekrin për rërën dhe po mendojmë që është e hedhur këtu, pavarësisht se është shumë e mirë. Por besoj që e kanë hedhur. Sepse pastaj bregu ka ca gura të vegjël. E inauguroi Ria! Çfarë bëj Ria? Kjo pjesa e këtij plazhit që ka shumë bukur dhe po mendojmë vim nesër mëngjes, kalojmë diku aty në mëngjesin dhe kjo është pjesa tjetër. Rio duke u miqësuar me njerëzit. Ndërkohë kjo gruaja i bën të foto. Shikoj sa e bukur ky plazhi këtu. Që ka shumë bukur. Dhe shumë e rehatshëm për fëmijë. Që është kryesorja dhe për qenusha. Është ora 1 dhe sapo erdhëm. 2,24 €? Jo, 2 € për shtatë. 2 € është 1 orë. Okej. Okej, sapo parkuam tek ky parkimi që quhet Kamelia. Sapo kaloni gjithë Old Townin, muret. Në fund fare pastaj në të djathtë është ky parkimi dhe ishim duke parë se sa kushtonte, pak a shumë. Këtu nuk pas ka erë fare dhe koha që ka shumë e bukur, shumë e ngrohtë. Këtu komplet pjesa e vjetër është në stil venecian, kuptohet pse.
Gjithashtu një kuriozitet është që Kotori quhet dhe qyteti i maceve dhe madje macen e kanë si simbol të tyre. Ka dhe një muze shumë të vogël dedikuar pikërisht maceve. Edhe këtu ka ndodhur shumë tërmete dhe në 1700-ën ka qenë ndër tërmetet që ka shkatruar më shumë vendin dhe faktikisht ka dhe disa ndërtesa që sipër normal flas kanë ngelur kështu gjysëm. Që ke bërë ti kërkim shkencor? Jo, s'kam bërë kërkim shkencor, thjesht. Se po dëgjoja me mendje dhe doli kanë dorë librin. Jo, s'kam libër asgjë, o zot. O hegër, o din njeriu në një gjë. Gjithashtu, se më vjen me qesh tani, sipër është dhe kalaja dhe muret mbrojtëse të qytetit shkojnë deri sipër. Këtu ka dhe një teleferik shumë të bukur që të shohësh një pamje nga sipër, që është ndër pamjet më të bukura të Bay of Kotor, këtë pjesën gjithë. Të ndërkohë Bato po kënaqet me kolumbat. Dhe pastaj atje në maj është dhe një si tip bari që bëjnë dhe muzikë, DJ, shumë bukur, po në këtë rast nuk është për ne, kështu që ne vazhdojmë me këto turet kështu fëmijë friendly. Do t'ju gjej dhe disa imazhe që t'ja u tregoj dhe atë barin, që është shumë interesant për çiftet pa fëmijë ose me fëmijë më të mëdhej. Do të keni parasysh në momentin që merrni teleferikun, atje shtruat janë më të ulta, 6-7 gradë më të ulta, kështu që imagjinoni mund të jetë edhe ftohtë tani. Pasi bëm xhirona për rrugicat shumë bukura, kishte shumë dyqane, kishte disa muze, nuk ka turist, po nuk ka shumë, gjatë verës besoj se këtu bëhet nami. Tani ulëm në një bar të pim diçka dhe pastaj do ikim në Peras, besoj të ham diçka atje. Ndërkohë hekrim me Bato, nuk e di ku përfunduan, sepse ishte duke lodhur Bato këtu me mace, me plumba e kështu dhe sapo dolëm nga Kotori, ulëm pim atë kafen, kryesisht çmimet brenda janë pak të shtrenjta, si çdo vend turistik, kafe ishte 2,50 €, Coca-Cola ishte 4 €. Pra pak a shumë këto ishin çmimet brenda, në rast se doni t'uleni, dhe nëse do hani pjatat e pastës njësin nga 15 € e sipër. Por neve nuk kishim vendosur që t'uleshim të hashim atje, se donim që t'hanim në Perast, aty ku kemi atë zemrën që na pëlqen më shumë këtu në Maltezi. Dhe gjithashtu është nga vlogjet që kam pas bërë atëherë, kush i mban mend, kush i ka parë, nëse si keni parë shikoni, por që ne patëm fjetur në Peras të net dhe aty është dhe një plazh i vogël me rër dhe kam marrë dhe gjëra për të ndruar për Baton, kam marrë dhe një fustan për vetë ta vesh që t'jem pak më komode, pavarësisht se është me pjesën e sipërme si kanë atjere, por kam marrë dhe një bluzë dhe xhup, kështu që t'jem pak më praktike në rast se do fus këmbët në ujë me batolinën. Keni një parkim fillim fare dhe një parkim fund. Ne ardhëm të ky fundit, por këto që ishin organizonin dhe turet me varg dhe thanë që nëse bëni turin me varg mund ta lini siç angatronin. Kurse në kohën kur kemi ardhur ne, këtu e para 4 vitesh, 3 vitesh, se mbaj mend mirë, nuk është se na kërkonin asgjë, kemi lënë makinën dhe ka që kemi fjetur këtu, domethënë. Këtu kam pas bërë foton, por pas kanë bërë si restoran. Ullëm këtu në një restorant që quhet
Kjo këtu. Dhe jemi ullur këtu anash, sepse ka pak erë tani. Dhe po shojmë në kopshti që ka shumë vërë, kopshti si veran nuk e di. Po luan, ndërsa babi Batos po fut këmbët në ujë. So, kemi ardhur këtu te Piratët, se këtu është një beach bar i vetmi dhe nuk janë hap akoma, pas kam bërë punime dhe kam marrë badanje me vete, kam marrë një peshqir, kam marrë lodrat e Batos. Atëherë, si përfundim, atje hëngrëm një gnocchi me kërpudha dhe gorgonzola, një spaghetti bolognese, një patate të skuqur edhe po të gjitha ishin pa krip. Domethënë të gjitha ishin pa krip. Kemi paguar 35 euro për këto që morëm, por që ishte pak dështim. Domethënë i lam gjërat sepse nuk ishin shije fare dhe ju kam thënë që këtu në Malzi nuk e di, 90% nuk janë të mira vendet për të ngrënë. Paktën këtë mendoj unë. Gjithashtu, ju kujtohet kur ishim kolashin që ju thash për atë shefkian që mu habita nga çmimet. Ram në kontakt nëpërmjet Instagramit, sepse pash në online që disa çifte ishin ankuar për këtë çështjen siç u ankuam dhe ne, që thash unë s'ka mundësi kaq shtrenjtë, domethënë se kishim qenë dhe i kontaktuam nëpërmjet Instagramit, na kontaktoi ajo shefkia, çka ka? Behia, o zot Behia, shefkia, gjitha kështu. Behia. Edhe si përfundim, kamarieri kishte vjedhur 30 euro. Pra, neve atë dite kishim shpenzuar 60 euro dhe pjesën tjetër e ka vjedhur kamarieri. Ato treguan shumë sjellshëm se na thanë që kurdo që të vini keni një darkë nga ne falas, por që si përfundim punojnë si ta bën gropën. Domethënë vendi mund të jetë i mirë, ti mundohesh me gjithë shpirt dhe me të gjitha, pastaj del një që jo vetëm që vjedh, se hajde të vjedhi 5 euro, 3 euro, po 30 euro. 35 do të hekër, imagjino domethënë. Dhe kështu puna, njëre se kisha harruar me au tregu këtë detaj të vogël, ndërkohë koha doli shumë bukur dhe ra dhe era totalisht. Ndërkohë që Bato e ka shijuar aq shumë këtë udhtim, nuk prisja, vetëm qesh gjithë kohës. Po komentojmë si po e kalum ditën, se gjithmonë me hekrin e kemi kështu si gjë që komentojmë çfarë na pëlqeu, çfarë nuk na pëlqeu. Domethënë bëjmë rezumen e ditës, por siç po ju thoja, si Perasti ashtu dhe Kotori janë në UNESCO dhe fix Perasti quhet, po më fal Bato. Perasti quhet Little Venezia, siç po thoshte hekri. Dhe gjithashtu ka qenë një nga shkollat më të vjetra. Megjithatë në gjithë këtë zonë kanë qenë fistet ilire, në Perast kanë qenë pirustët apo e kam gabim? Pirusti trajm, thoshte. Okej, po. Sepse po kontrollonim në Google. Po, për ilirët, se sigurisht ishim duke diskutuar sot gjatë gjithë kohës që edhe këtu është ADN-ja jonë edhe le të themi pasuria e po. Dhe kështu puna, si unë si hekri kemi akoma stomakun cop. Nga jo që hëngrëm, që nuk hëngrëm, se që është të vërteta e lam gjysmën hëngrëm dhe kaq. Badon e zuri pra gjumi, ka fjet 1 orë sot në orën 19, se është që në 4 sigurisht. Dhe 1 orë, dhe tani besoj do flena 20 minuta, gjysmore sa të arrim në shtëpi. Ja, ku është dhe kështjella. Tani jemi duke kaluar sërish nga Kotori. Mund të ngjiteni atje sipër, po janë shumë shkallë dhe ne me Baton vendosëm mos ta bënim këtë gjë, por që nëse ju jeni pa fëmijë ose me fëmijë më të rritur ose keni dëshirë, keni ato pajisjet që i mbani në kurrizë kështu me radhë, pamja është shumë e bukur nga atje. Kastrove.
Mirë, faleminderit. Ta marron. Bëshë kuptua që mas dështimit të drekës Shumë klasik. Hekri ndaloi tek një burger house dhe morëm 2 burger. Hekrit vetën e hëngri, timin bato po çmon ton, po los me të. Ata një nxori qepën. 2 burger menu, shkoni diku tek 10 euro, pra 20 euro ishte street foodi. Tashmë edhe street foodi është bërë pak a shumë si ushqimi në restorant, kështu që nuk është se ndryshon më. Të paktën ky që janë pak më artizanale, nuk po flas për Burger King e këto gjëra, po edhe ato kështu kushtojnë. Rion e gjetëm në kokrën e kokrës gjumit, domethënë dhe ushqimin që i kishim lënë, si ishte çu fare me hëngër, po dhe i thash po më vjen keq se po më duket po plaget dhe Rio, sepse edhe sot gjatë gjithë paraditës që ndetëm jashta, ecte, pas e kthehej donte të ulej në karrocë, më thosha ec mo Rio për të ecur, ai donte të futej në karrocë, mo, bato qep. Qep. Hëngri qep. Kështu që do shoh se sa do rezistoj nesër, se do ta mbajmë gjatë gjithë ditës me ne. Por bëra mirë që nuk e mora në kotor, se në kotor kishte shumë mace dhe nuk është mësuar Rio, me kaq shumë mace, kështu që dhe se do i kishte patur shumë probleme. Hamo, e hëngrej qepën, e hëngrej. Tani po han mishin. Dhe një tjetër ditë këtu, sot në Budva. Jemi e gjitha familja e kompletuar. Rio është në karrocë me baton dhe ne sa po parkuam këtu, gjetëm një parkim. Ishte më lirë se në Kotor, ishte 80 cent ora, që ta keni parasysh. Ja, keni këtë kantieri, nuk e di si quhet, por që ndoshta arrini ta dalloni. Dhe të dalim direkt të qyteti i vjetër, do bëjmë një xhiro dhe shpresojmë që baton ta së qumi dhe të mund të pim një orë një kafe, unë dhe Hekri, dhe pastaj të drejtohemi plazhit për të luajtur atje. Ja, shikojeni. As çerekore nuk ndeti. Ha më gjysh Rio. Na ishte në martje, pe? Po, domethënë dje ikëm ne, edhe kishim harru gjupin e batos. Edhe u kthy Heki dhe ne gjithë më fare kështu ke parasysh ky ja kishte fut gjumin. Kështu ka lëviz edhe Rio zakonisht kur mërzite që po e le. Po rrin te dera. Te dera ose ne do sa dje ishte kështu vazhdoni se s'du të vi. Edhe neve nuk qëndruam më. Po do ulon me ngjas të vapun kjo është. Po, e vërtetë është. Po ne ikëm se tham hajt po rrim më shumë se kemi Rio në kokrën e kokrës gjumit. Po, as ushqim, as gjë, ja kështë fut gjumë, po nesër, hajt. Më përpara nuk është se rrinte kaq shumë në shtëpi, nuk flinte kaq shumë. Mban mend kur ka qenë i vogël. Tani është plak. Është se më duket still young, se energjinë e ka, koma, por e shoh se nuk ecën më si më përpara. Okej, vim dhe nga dimri, zakonisht gjatë verës është pak më i stërvitur, por që nuk e di, të po i thosha dje Hekrit që ka fillu për ton, do të futet në karrocë. Po tentojmë ta vëmë gjumë, është duke vdek për gjumë, po nga që shikojmë këto ambientet e re dhe o zot, shumë mundemi. Okej, ja kur është Rio, Bato, Hekri. Gjetëm një dalje këtu dhe pas ka disa bare dhe ullëm, ja ku është pamja e qytetit të vjetër dhe po relaksohemi pak, po përfitojmë nga rasti që janë gjumë këto dhe në gjumë Bato, se Rio edhe i besoj do dali të eksploroj pak të në plazh. Ky sheshi këtu quhet sheshi poetëve, që ka shumë artistik, romantik, shumë sa bukur. Dhe është ky djali që pikërisht po i bie në mes këtu.
Jemi duke pritur që të marrim take away disa pasta, lamia pasta quhet, e pash në TikTok edhe që vinin sugjerohet, shohim tani sepse po dështojmë në çdo gjë këtu. Të ndrej, nuk është se kemi bërë kërkime dhe nuk është se mund të shkojmë vende shumë për shkak të Rios dhe Batos, por çdo gjë që po marrim. Prit babi merr pironi. Rio uji. Okej, erdhëm në një nga simbolet e Budvës. Faktikisht janë dy legjenda që vinë rreth kësaj. Donim të shkonim në plazhin pasi kaloje këtë resortin Avala, por e kishim mbyllur se ishim duke bërë disa punime. Siç po ju thoja, dy janë legjendat. Një që kjo vajza ka pritur një pirat me të cilën e donte derisa ka vdekur, dhe një tjetër është legjenda një vajze që është mbytur këtu. Ai nuk e di cila është më e vërteta, por që të paktën këto kam lexuar që janë rrotull kësaj statujës, vajzës kërcimtare të Budvës. Tani, Bato shkoj për zogjt rrugës pa ca gura dhe tha po ndale për gurat. Ndërkohë Rio është palos në rërës, është mësu më fjet gjumë në këto orë edhe se di po na shan. Se kemi lënë shtëpi. Isha mirë të. Një nga gjërat që më bëri shumë përshtypje është që nuk ka muzikë fare, nuk dëgjoni muzikë. Të lartë fare, është super qetësim. Dhe këti udhtimi i erdhi fundi. Jemi kënaqur shumë, sidomos Bato dhe Rio. Dhe ne jemi relaksuar. Nuk e prisim t'ja kalonim kaq mirë, sidomos momentet që ishim në qytet. Tani do sjellni babi, ka ngrënë mëngjes, po llastohet tani çfarë shef kërkon. Dhe siç po ju thoja, nuk e prisa t'ja kalonim kaq bukur dhe kohat ishte kaq e mirë. Shpresoj edhe juve të ketë pëlqyer ky vlog, mos harroni të na suportoni. Më thoni çfarë doni të shihni në vlogjet udhëtimit të radhës ose në vlogjet e tjera, sepse unë ndonjëherë mundom t'ju tregoj gjëra, ndonjëherë harroj. Po prit pra Batolino tani se po e sill baba. Shiqy që i kam dhënë tërshër në 6 mëngjesit se ky se nuk më lan. Megjithatë, Rio është sjell shumë mirë, shumë mirë dhe jemi proud. Sapato ju se nuk është sjell mirë, po sigurisht ka pasur ndonjëherë ato tekat e veta si tani. Dhe keni parasysh usoni gjithmonë me ushqime vete, me toddler se kërkon më buk në çdo moment, nuk e di, të mbatosh kështu. Tani merri Rio këtu. Doja t'i tregoja këtë librin që kam marrë me vete. Kam lexuar edhe një libër tjetër në anglisht të autores. Dhe e kam nisur, nuk pata mundësi ta lexoj shumë se tu marr vish njënin laj tjetrin, por që nuk e di, do shohim a ja vlen apo jo. Shumë nga ju më thanë në Instagram që ishte shumë i bukur. Kështu që edhe nëse keni lexuar juve, më komentoni poshtë se si ju duket. Ndërkohë, Rion e kemi larë dje, mbrëm. Gjithashtu lam Baton, u lam dhe vetë, lam çdo gjë të mundur. Opa, Dhe sot lam gjërat në rregull tek apartamenti dhe kështu. Siç ju thash edhe një herë, nëse keni sugjerime për vlogjet e udhëtimeve të radhës,
më komentoni gjithashtu çfarë keni dëshirë të shihni më shumë, nuk e di, se çfarë marr në valizhe, apo si organizoj rrobat, veshjet, apo si organizoj produktet, apo doni të dini më shumë për buxhetin që planifikoj, për ustimet, apo shpenzimet, nuk e di çfarë do lloj që më komentoni poshtë që edhe unë të kuptoj mirë se ju çfarë keni dëshirë të shihni më shumë ose ju vjen në ndihmë. Ju thash që ky ishte një udhtim pa pretendime, ishte shumë i thjesht, por kjo nuk do të thotë që nuk kënaqeni, ne jemi realisht u kënaqem shumë dhe jemi duke ikur, duke kthyer në punë, në shtëpi kështu me një energji të re. Dhe prandaj, siç ju them gjithmonë, nuk është se është e nevojshme që të bëni gjëra shumë wow për të kaluar bukur, ndonjëherë mjafton dhe gjëra shumë vogla, shumë thjeshta. E thënë kjo,